بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Falenderojmë Allahun fuqiplot, salate, selame I qojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij, gjithë besimtarëve musliman. Ajeti kuranor që e lexuam është pjesë e surës An-Nahl, një prej ajeteve shumë madhështore të Kuranit, se këtë Kurani është madhështor. Kjo është një Kuran cilin Allahu na e ka qu si udhëzim dhe udhërrëfim, po ka disa ajete në brenda Kuranit familjar që janë më të veçuara se të tjerat. E ky ajet kuranor që po e lexojmë, gjithmonë keni dëgju, keni vërejt, e lexojmë në fund hutbës xhumas apo të bajramit. Ulemaja islam e lexojnë inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Është ajeti që përmban urdhna dhe mësime cilat popullit islam, muslimanëve në përgjithësi, u bën hajër shumë, u atregojnë të vërtetën për cilën ata ndoshta nuk e dinë. Allahu thënë Kur'an, inna Allaha ya'muru bil adli, Allahu ju urdhëron që të mbani drejtësi. E drejtësia është një prej emrave të muslimanit, se fjala musliman e ka kuptimin edhe më konë njeri I drejt, mos më amajt anën askujt. Drejtësia është burim prej burimeve të hynis, ka zbrit prej Zotit drejtësia, mbetet njerëzve, mbetet muslimanëve që ta mbajnë drejtësin në mes vetit e tyre. Allahu na urdhëron që ne të mbajmë drejtësi në punët e tona, në veprat tona, në riskun ton, në shit blerje, në punë, çka do kohë që është, të kemi drejtësi, tha Allahu, mbani drejtësi. Drejtësia është një prej dhuntive më të mëdha që na I ka dhënë Islami. Edhe që njeriu sa herë që e mon drejtin, paguhet te Allahu shumë, shpërblehet shumë. Po ama dhe kundërta, me thonë vetës musliman e mos më koni drejt, kjo gjëna shumë I madh. Pse? Sepse vetë emri musliman do thot njeri që është I drejt, njeri I paqes, njeri I cili kur kujt si bon zullum. Kjo pra është domethënia e fjalës islam, musliman. Për atë Allahu tha, vërtet Allahu ju urdhëron që të mbani drejtësi mes juve. Wal ihsan, bamirësi, wa ita'i dhil qurba, dhe jepnit akrabave, ndihmoni akrabave, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, edhe Allahu ju ndalon nga keqja, nga neveritura, nga sendet të cilat ju I largojnë prej Zotit. Ky është ajeti kuranor që dëshmon që është ligjërata e katët radhazi me dhuntit e islamit në gjumam që jemi duke fol. Për dhuntive të mëdha të islamit është fe e drejt. Mëson për drejtësi. Drejtësi para islamit nuk ka pas në tokë. Drejtësien sefte në tokë e vuni Allahu përmes Muhamedit alayhis salam. Ma herët s'ka pas drejtësi. është fjala për drejtësi absolute, drejtësi totale për gjithë. Se ka pasur njerëz të mirë në ato, edhe para islamit, do thotë që këtë këshim kon.
Po ama drejtësi absolute, drejtësi për gjithë njerëzit, drejtësi me sistem ligjor, ka arë vetëm Islami. Dhe thot me fjalë tjera, për diken, ne të sonë gjami thojnë, edhe jashtë gjamiës, edhe njerëzit thojnë, edhe udhëhecia thojnë, bënu drejt, bënu të mirë, mos e hani hakun dikuj tjetër. E mirë, a mjafton vetëm me fjalë? Jo, nuk mjafton, se na këtë dim që uja nuk bën. E sa lambja na përgjyq, duke u diskutu, njerëzit të e lip drejtësien njoni me tjetrin. A që ta njerëz janë që e nin fjallën drejtësi këtu, qa kjo pun kështu? Është fjalla se njerëzit kanë nevoj për sistem ligjor, i cili u rregullon ato me forcë. Do thot, dikuj s'ke nevoj me thonë, bënu i drejt, sa është vet i drejt, nuk e merë të hujën kur. Amo dikuj duhet me thonë, ti duesh mja këthy filanit që a ke marrë me pat drejt. A i zdër me këthy, e tash duesh me legjë, me shtet, me fuqi, me ja marrë, me ja këthy ati që a i ka marrë bigajri hak, me rena, me dalavera, me shka të koftë. Do thot, drejtësia si drejtësit, është fjallë, ekziston në Kur'an, po ama ajo duhet shtijet të hyjë në sistem ligjor, ku njerëzit i përmbahen këti sistemi. Nëse kjo nuk bëhet, drejtësia nuk ka vlerën e vetë që na ligjerojmë këto hoxha gjithë ditën ma në nasihat ligjerat, që drejtësi duhet jemi drejt në këtë nërveti, e asnjoni ndërveti që jemi. O gjo, për na të shmë konë drejt, na mas pari safin se kemi drejt. Safin, gjamina se kemi drejt, e ku më konë jashtë drejt? Dhe thot, njerëzit të cilët dëshirojnë ta dinë nimetin e Islamit, duhet ta dinë që i vetmi i cili rregullon problemet e njerëzve muslimanëve është sistemi ligjor i muslimanëve. Për ata të cilët e kanë bërë punën, për ata të cilët s'u marrë vesh për medje, për ata të cilët s'u marrë vesh kur i ndav vllaznia, për ata të cilët s'u marrë vesh kur u shit hajvani, kur u ble hajvani, për ata të cilët s'u marrë vesh kur u bë martesa, kur u prish martesa, e shumë sende tjera që ndodh problemet mos marrëveshjet me njerëzit, atëherë vjen drejtësia e Zotit, ku në të do dahet ashtu si është ma drejt. Ama mos harrojmë, në Islam të musliman ka pas aso njerëz të cilët sistemi ligjor u konë prezent, ligji u konë prezent, s'ka pas nevoj me funksioni heq. Pse? Po njerëz si konë të mirë. Ndodhi, mos, një vjetë, mas i vdiq Muhammed a.s. Ebu Bekri i tha Omerit, o Omer, ty sa të këmë taku gjykat, ti sa je gjykat me da drejtësi mes njerëzve. Një vjet Omeri ka nejtë në odën, apo shpijena, kulibëna, as kej gjamiësa, si dushtuj, me prit helbet mos të rredi kush drejrë, e ti me daj dë një drejtësi mes muslimanëve. Kur kush të lamru, mot, hesh një vjet, 365 dit. Dikur tha Omeri, vallahi o Ebu Bekër, e kom një kërkes prej teje. Tha, kur kush ka arë me lip drejtit e une, kur kush ka arë, një vjet, as një lamb gjyqësore se kam pas. Am liran, të mërë në për pun tjera, të ma shofin hajrin popli. Atër Ebu Bekri tha shko. Një vjet, s'ka pas nevoj për lanë gjyqësore. E sot, jo vetëm musliman, jo vetëm haxhit, po dhe o gjallarët, duke mos në marrë vesh ndër veti, të e pas librin e Allahut, Kur'anin të e pas, i drejtohen ligjit jo Islam për me da drejtsin me sënë. Të e pas ligjin e Allahut, drejtsin e Allahut. Edhe këtu kam ri puna të musliman, cilën ata unë qëti që stegon fejen, neve nuk në bojmë punë. E sigurisht që kjo kejtë dëshmon që edhe punë tjera nuk janë mirë rreth neve, cilët na i bojnë që emri drejtësi vetëm figuron. Emri drejtësi vetëm figuron, a në vërtet, drejtësia si drejtësi duhet jetë prezente gjithë duhet jetë prezente të besimtarët të musliman. Nëse në këtë rast veprojmë dhe bëjmë që njerëzit
drejtsinë e lojnë vetëm si term. E lojnë vetëm si term. Edhe ajo mbetet një term prej termave, nocion prej nocioneve. Atëherë situata jonë nuk mund të përmirësohet, e as që do të përmirësohet, shkaku se haku i drejtësisë duhet jepet çdo njëri në vendin e vet. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë në një hadith: "An-nas waladu Adam wa Adamu min turab." Njerëzit e kanë prej ardhjen prej Ademit alayhis salam, tha pejgamberi sallam. Wa Adam min turab, kurse Ademi alayhis salam tha është prej dhëut. Na bani me dije pejgamberi alayhis salam se ne nëse dëshirojmë të mbajmë drejtësi mes njerëzve, absolut duhet të dimë se vërtet njerëzit nuk kanë mundësi të mbajnë drejtësi nëse nuk mbajnë barazi mes tyre. Nëse nuk ka barazi mes njerëzve, atëherë nuk ka të mund të ketë drejtësi. Pra nëse dikush këtu i thot vetës se mu më takojnë gjitha privilegjet, këta përparësit, e dikuj tjetër jo, atëherë nuk mund të ketë drejtësi, sepse shkelet i lishti, shkelet i dopti, shkelet i varfër i fukaraja, kurse ai tjetër gjithmonë përparon të para, në korrespondin me tjerëve. Pra këtu s'ka mundësi të ketë drejtësi. E vetëm e drejtësi ka mundësi dvehet mbi parimin e barazisë. Se këtë njerëzit e Allahu janë njësoj. Allahu në ka kriju prej dhejës, prej loqit. Këtë lidhmi të Ademi alayhis salatu wassalam. E mirë. Nuk do thot kjo absolut në islam, se islami përkra që njerëzit kanë njësoj dhe në risk. Njerëzit janë njësoj dhe veshje. Jo absolut. Edhe në kohët Muhamedit sallam së konë kështu. Ka pas prej sahabëve që u konë pasanik shumë. Ka pas pi sahabëve që ka pas qa me hangër. Ka pas pi sahabëve që ka pas shumë tesha me vesh. Ka pas pi sahabëve që tesha s'ka pas me vesh. Risku i Allahut nuk mund të dahet për dorës njerit. Sa ke komunizëm, kooperativ, bashkallëk, do punojmë ku të marim hangër, hamë këtë njëse, ja, sa shë drejtja, absolut se njëse. Ai që punon, ai merr më shumë. Ai që s'punon, ai mund vetëm me hangër, nëse ka me diçka, ne tërshime e langë për dimën, me ngjy me bukë. Se s'ka punu kush ata në kohën. S'ka punu, që me dana njësaj. Ja, komunizmi ka thonë, na e bëjmë ta. A mundën me mbajtë, që me mbajnë, kur, s'ka mundësi. Po pihate, drejta ati punëtorit. Ai që punon, ati që Allah i ka dhonë rritë. Ne s'kej mundësi ta dajmë to. Po, drejtësia për qëllim është këtu, njerëzit janë të drejtë në punë të vetat. Se cilit vjene para ligjit njësoj. Dhe thot, nëse ti konkuron me ble një cop tokë konkuron, edhe konkuron një tjetër shumë ma i fort se ti në gjitha aspektet, pi përpara e din që kush ka me ble ato, se a i ka kejta më bështetit i ka që me ble a i, që së ne ble, ti vetëm mu të me këshyrë, së shumë se i ki parët. Nëse vjen këtu drejtësia dahet, kush ka me ble këto, këtë parcel, kush ka me ble këtë hotel, kush ka me ble këtë rrugë, kush ka me ble këtë urë, kush ka me ble këtë plazh, kush? A i që dëshiron edhe s'ka një ofshti, nuk është i fort në pushtet, a i jetë jashtë dhe vetëm se e këshyrë. E këshyrë, se thot fund ku ka koni thartë, së në mërinë. A i qetri, a i mërinë e merë, se i ka përgjorë disa mekanizmet që i ka në funksion për të mëri me ble ata. Dhe më thonë, në shtetin që jeton ti, nëse kjo ndodhë, atëherë a i shtet është të punu në interes fortëve dhe në interes zënginave të aty në cilët kanë pushtet. Dëmon, janë interes këtë popullatës. Qka është interes këtë popullatës? Që shka është interes popullatës? Hazreti Aliju, qka u konë? U konë kryetari muslimanëve. E blejti për jahudijës Nikali.
e bleti një kalin. Edhe kur e mori kalin, jella parët, tha ama dhe frenin. Tha jo, s'ta kom shit sa frenin. Unë ta kom shit sa veç kalin. Mirë, po shkojnë me da drejtësi, kryetari muslimanve. Shteti ti islam e kap të pi Indonezijës, e kap ke deri kënej Misrit në Tunis. Kryetari musliman, mirë. Po shkojnë gjikat me da. Ku po shkojnë Hazret Aliu me djemë të vetë, Hasanin dhe Hisenin me vetë. Të vetë, kadia, gjikati. Tha avali, tha tje, gjithë që drejtësia. Urna, tha, që të mërmenja, tha, a ki dëshmitarë kër e ki ble kalin? Tha, po, tha, i kam kuna, djemë të me, po, tha, që janë dëshmitarë, tha, nuk nëmëron dëshmitarë. Djali jatë, nuk o dëshmitarë për ty, dikona qëtë dush me djetë. E qka me po, Alia hunqë, në dhe hunqë, në tokë hunqë. Tha, anë, tha, daj drejtësin që shdosh. Tha, kalin, tha, e ki ble, frenin, tha, i tha jahudijës. Frenin, tha, është jahudijës. A i po ti jemi është. Mirë, qka bani ki jahudiju? Dull prej vendi gjykatët edhe u këthi. Tha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shka zë gjetër veç Allah dhe Muhammed është i dërguar i ti. Tha, shka gjetë? Tha, unë e besova këtë fe. Kjo fe e cilë, tha, kryetarin e muslimanve, tha, unë gjenë dhe. Kjo është drejtësi. Kjo tha që frenin nuk e dha atina, jo ma te për ma, frenin që e dha. Tha, kjo është drejtësi. Tha, unë po hinë në islam shka ku i kësaj, tha po hinë. Ku gjenë të drejtësi ku? Nëse një pal e tilë, që është në pushtet, në mesin e muslimanve, zijet me miliarda, hajmi vjedhje gjematës, edhe prap deli lamë në fund, qama kjo kështu, shfa drejtësia kjo kështu, në mesin e muslimanve, në mesin e besimtarëve, në mesin e atëme që shkojnë si sot dhe falë gjumane e falit, e kanë falë gje bajramine, ndashtë edhe kanë ninua në ditë Ramazanit. Drejtësi, qëfa drejtësia? Pikati e mërinë ato, që shebonet i ketë ato, muzbulohet i dishka, muzbulohet i dishka që vërtet njerëzimi ka shumë nevoj për të, edhe ti ke përqindje shumë, ja, ti kur gja, ti ke ti ki marë pasurin e musliman me besimtarve, edhe me patë drejt i ki marë, ki mërinë ta, duke e pengu dikona me qelë biznes vetin, duke e pengu dikona me punu vetë, duke e pengu dikona me mëri, ma te për që ka dash, duke e pengu të shkolluarin, duke e pengu intelektualin i ki marë rrëdh vetë ata cilët i ngrej për hunde ka dush me shku vetë. Edhe të manë qëtër kush. E këto po e shojmë në drejtsin, së që ndodhë në shtetet muslimane, ku njerëzit të cilët mas pak të meritojnë që të kryetën ata ndodhin, sepse edhe muslimant janë të atil. Cili për neve sot të drejtsin? Cili për neve të drejtsin sot? Problemet drejtsin me dashtë. Drejtsin problemet me dashtë. Sepse për me dashtë drejtsin, spari dush me shkel vetën. Vetën dush me shkel. Se me shkel? Ti vetë i ki do punë si ki drejt, ti vetë i disha ki buhe. Edhe unë i disha kom bu. Edhe unë dush me shkel me spari vetën. Cili të dali me shkel vetën atu? Se me dali me shkel, unë e për shkel vetën, nuk ka problem. Po më shka me botën ata qërë të bojnë a i gare me mu, qërë ta, s'pa shka me bojë, ky për shkel vetën tash. Jo mëre, po shka me shkel vetën, s'ka nevoj, se kej qështu edhe na qështu. Krej qështu edhe na, po kej qështu edhe na qështu. Qka ta shte? E masanin ati, sunim rrinë qëllimit e tua, sepse drejtësia, kështu vetë. Ka kalu njoni, për s'kej, para gjamin, s'u që. Edhe ka gju që e paloma e vogël, e ka gju që ati. I gjitha vetë në këtua, e kej ka një palom për masë. Kur djene ki përzit, kur thellës gjamin s'u e kolla, kur dale përzit, ati një bura e madhe, a 200 kila, 300, shka o bomar atë kushe boni, a, kimi let po bom, bre, kimi let sa të bo, tiri mi let, pite ti unis, ti e pare e gjyte, pite ti unis, qa drejtësia? Drejtësia është në gjdo sferë prej sferave tjetës, duke njës prej vetës tante, e vletët të familje tante, pasane i shkone në malal, sepse drejtësia nuk vjen kalup, ajo është në Koran, po s'ka mund ti njerëzit zonë ta praktikojnë, qish me praktiku? Muhammed e s'lam të kështon, një vajzë vodhin në jetën e ti, në kohën e ti, sa vallaj sa duni me apret dorën kësaj. Duni me apret. Shkoj njoni me intervenu, tha ja Rasulullah, që me apret dorën, ke vogël, qik. Ade, perremi bila, ade, perremi me konopë dhe hajt, anë burga. Vallaj, sa pejna bila së sram, sa kjo që ka pëdoni jo, sa ka ndollë të jehudit, kur vithë të tha, a i zëngjini dhe i forti, kur vithë të, sa nuk je dënëshin, kur vithë të fukaraja, e dënëshin. Që ato tha Allahu i znumë, sa kur kun sa s'kan me të jehudit, sot. E sot, fukaraja nuk i vjen në rendi me vjellë, sot vjellë zëngjini, sot vjellë i forti.
Edhe masanej kur kush ka mundësi të dënoj. E çka? Masanej drejtësia. E masanej kur vjen e drejtësia të tij, vjen për 1 kg patligjona, për 1 kg speca, ti dush me prit ran 1 2 javë 3, për një dënim çka me kera me diçka dush me prit shumë kohë të prishën organizimi jashtë që ka pas me shkua me arë në diaspora diçka, shka ku i kësa, ja, thot, na drejtësia me të dalë, të fa drejtësi, që të drejtësia me të une, atje ku lunë shteti ku dridhet pasunia qitë besimtarve, banorve, aty s'ka drejtësi, a këtu të une pa, të drejtësi pa të une pa, se 1 kg patligjona e madhe është, ja, 1 kg patligjona e madhe është, o problem, se dikush ka mujtë maru salat, apo haja që ka vjedh, ka bosh ka mas, për ta s'ka drejtësi, e kanë zonë me kamere, kanë zonë me kesh, ja, thot, kjo është i lamë, si pika loti, e në me i lamë është, Allahu në drejtëv të shalëm, Allahu në bësë atë të cilët, e dojmë drejtësin dhe punojmë me drejtësin, sepse vërtet, shpëtimi jonë është vetëm të drejtësia, ila el Fatiha.